Sezoni 2026-2027 pritet të sjellë risi dhe standarde më të larta në kategorinë e parë. Menjëherë pas përfundimit të sezonit, zyrtarët e qeverisë së futbollit kanë zbritur në teren për të inspektuar impiantet ku do të zhvillohen ndeshjet e edicionit të ri, duke evidentuar problematikat dhe duke lënë detyra konkrete për klubet respektive. Në të kundërt, licencimi i stadiumeve vihet seriozisht në pikpyetje. Flamurtari ka sot impiantin më modern në kategorinë e parë dhe që do të militojë nga sezoni i ardhshëm aty dhe një ndër më të mirët edhe në Shqipëri. Eduard Gjini dhe Dritan Gadia, dy nga zyrtarët kryesorë të Federatës Shqiptare të Futbollit për licencimet dhe infrastrukturën, kanë nisur një tur inspektimesh në stadiumet problematike. Orikumi është një nga qytetet ku kërkohet ndërhyrje menjëhershme për të përmbushur standardet e kërkuara dhe për të mos u kthyer në pengesë për zhvillimin normal të kampionatit. Në çdo klub janë lënë detyra të qarta për zbatim, ku prioritet absolut mbetet garantimi i transmetimit televiziv të ndeshjeve. Kushti kryesor dhe i panegociueshëm për klubet dhe bashkitë përkatëse është instalimi i platformave në të katër anët e fushës për vendosjen e kamerave, me qëllim realizimin e një transmetimi sa më cilësor televiziv. Gjithashtu të gjitha klubet e kategorisë së parë janë udhëzuar të sigurojnë panele elektrike rezerv ose gjenerator të fuqishëm në mënyrë që transmetimi televiziv të mos ndërpritet në asnjë rast, pavarësisht problemeve me energjinë elektrike. Ideja është që çdo stadium të garantojë standarde maksimale. Plotësimi këtyre kritereve jap rrugë dhe përdorimit të teknologjisë VAR në çdo stadium të kategorisë së parë, sa herë që kjo konsiderohet e nevojshme. Pra synimi është që çdo ndeshje e transmetuar të ketë garantuar edhe infrastrukturën e teknologjisë. Përveç transmetimit televiziv, zyrtarët e FSHF-s kanë lënë detyra përkatëse edhe për sigurinë, fushat, dhomat e zhveshjes dhe një sër detajesh të tjera infrastrukturore. Padyshim në realizimin e këtyre detyrave kërkohet edhe ndikma e pushtetit vendor në koordinimin me qeverinë e futbollit. Federata ka vendosur që këtë proces ta nisë më herët në mënyrë që asnjë klub të mos justifikohet më pas me mungesën e kohës. Objektivi është i qartë, starti i sezonit të ri ta gjejë kategorinë e parë me standarde më të larta dhe me çdo impiant gati për kampionatin.